Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare në Maqedoni, partia fituese VMRO-DPMNE, e cila siguroi shumicën dhe numrin e nevojshëm të votave në parlament për të qeverisur vendin, ftoi për të marrë pjesë në qeveri partinë shqiptare fituese në zgjedhje Bashkimin Demokratik për Integrim, duke i ofruar 5 poste ministrash, 1 zëvendës kryeministër dhe 3 zëvendës ministra. BDI-ja i propozoi javën e kaluar antarët e saj që do të marrin pjesë në qeverinë e zotit Gruevski, kabineti i cilit pritet të votohet në parlament javën e ardhshme. Për të biseduar më gjerë lidhur me koalicionin e ri të VMRO-DPMNE-s me BDI-n, kemi tani në linjë të drejt për drejt telefonike kryetarin e BDI-s, Ali Ahmeti. Mirëmbrëma, zoti Ahmeti. Mirëmbrëma, Laura. Zoti Ahmeti, partia juaj përfaqësohet me 5 ministra dhe 1 zëvendës kryeministër në qeverinë e zotit Gruevski. Si e vetmja parti shqiptare që bën pjesë në këtë koalicion, cila do të jenë disa nga synimet apo objektivat që do të ketë partia juaj në këtë funksion? Tani ne kemi dalë shumë hapur përpara elektoratit shqiptar me një program mjaft të begat, qoftë në aspektin kombëtar, qoftë në aspektin e zhvillimit ekonomik. Dhe mendojmë që për to çështje, të cilat ne i kemi paraqitur përpara shqiptarëve të Maqedonisë, kemi kapacitet njerëzor, dije, ekspert të fushave të ndryshme, që edhe t'ju dalim zot. Ne aktualisht do të drejtojmë me 5 ministri në qeverinë e Maqedonisë apo në kabinetin e zotit Gruevski, me një zëvendës kryeministër, me 3, siç e theksuat edhe ju, zëvendës ministra, sekretar shteti dhe disa drejtori mjaft të rëndësishme në Republikën e Maqedonisë. Besojmë që brenda këtij mandati do të zgjidhen çështje që akoma nuk kanë përfunduar, akoma nuk kanë gjetur zgjidhje, siç është gjuha shqipe, që duhet të jetë një zgjidhje e pranueshme për shqiptarët e Maqedonisë, konform kushtetutës Maqedonisë dhe marrëveshjes Ohrit, gjithashtu edhe zgjidhja e statusit të njerëzve të cilët janë dëmtuar nga lufta e vitit 2001, gjithashtu duke u bazuar në ligjet e vendit, si dhe shumë çështje të cilat lidhen me ekonominë e vendit, si dhe infrastrukturën, për cilët ne do të jemi dhe do të japim një kontribut aktiv dhe do të jemi pjesë zgjidhjes së problemeve të shumta me të cilat ballafaqohen qytetarët e Maqedonisë. Gjithashtu kemi rënë dakord edhe për një ndjekje të politikës së përbashkët sa i takon politikës së jashtme të vendit, duke dhënë kontributin ton konstruktiv edhe për zgjidhjen e kontekstit në mes të Republikës Maqedonisë dhe Greqisë, si dhe sa më parë të krijojnë kushte të pranueshme për njohjen e pavarësisë Kosovës. Zoti Ahmeti, a do të vendosen afate kohore për zgjidhjen e këtyre çështjeve të pazgjidhura ende që ju sapo i përmendët? Tani të dy palët kemi qenë të interesuar që të kemi marrëveshje dhe afate për problemet të cilat unë i theksova më lart. Unë kam qenë interesuar që pa kontratë të mos bëhet ky koalicion, që tani brenda kohës të mos lindin probleme dhe konfrontime të panevojshme, por të ketë marrëveshje në mes të palëve dhe afate kohore. Sigurisht që këto që theksova unë, do sa i takon përdorimit të gjuhës shqipe apo ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, kam lënë një hapësirë kohore, do thotë mund të ndodhë para zgjedhjeve të lokale, po mund të ndodhë edhe pas zgjedhjeve të lokale, që në Parlamentin e Maqedonisë të paraqitet në legjislativ ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, si dhe zgjidhja e statusit legal të ushtarëve të ushtrisë shërimtare kombëtare, që mund të fillojë, do thotë, brenda një periudhe të shkurtër me krijimin e kushteve dhe me fillimin e funksionimit të ekzekutivit të Maqedonisë.
Zgjedhjet parlamentare të 1 qershorit lanë një shije të hidhur në komunitetin ndërkombëtar për shkak të incidenteve të dhunës mes partive rivale shqiptare. Cilat janë mësimet që duhen nxjerrë sipas jush? Tani, në vazhdimsi, ne jemi përpjekur si Bashkim Demokratik për Integrim që të mos i përqajmë shqiptarët, që të mos fusim grindje tek shqiptarët. Dhe këtë akt fisnik ne do të përcjellim edhe më tej. Ne nuk duam grindje, ne nuk duam përplasje dhe nuk duam gjëra të shëmtuara që të na ndodhin brenda hapësirës ku jetojnë shqiptarët. Po për fat të keq këto gjëra edhe kanë ndodhur pa dëshirën tonë, pa vullnetin tonë, por ne asnjëherë nuk i kemi hedhur zjarrit benzinë. Gjithmonë kemi dashur që të bëjmë debate, që të paraqesim mendime edhe të kundërta, por pa u konfrontuar dhe pa patur pasoja deri në lëndime fizike apo lëndime të familjeve apo të shkaktojnë dhimbje të ndryshme familjeve. Për këto ne kemi dhënë prova të pamohueshme, qoftë 4 vite që kemi qenë në pushtet në Maqedoni, po gjithashtu kemi dhënë prova edhe gjatë 18 muajve të qenurit ton në opozit. Vetëm duke u konfrontuar me ide, vetëm duke u konfrontuar me mendime, ne mund të ecim përpara, mund të çojmë procese përpara. Mirë po, për këtë që unë e them dhe u garantoj të gjithë shqiptarëve që ne do përpiqemi edhe më tej të bëjmë një punë konstruktive, të afrohen njerëzit dhe kërkush nuk do të na ketë partner në përçarjen e shqiptarëve, në grindjen e shqiptarëve, sepse duke u grindur shqiptarët vërtet mund të kenë pengesa të mëdha për të çuar procese madhore në Maqedoni. Përpara këtyre proceseve kemi përgjegjësi të gjithë si parti politike, po edhe si shqiptar kemi përgjegjësi. Dhe uroj që akte të turpshme të tilla të dhunshme siç ndodhen me 1 qershor mos u ndodhin shqiptarëve, por të gjithë të kontribuojmë për të mirë tonë, të gjithë të kontribuojmë që le të ulen gjakrat, të ulen tensionet dhe të kapemi pas punëve të mira, pas punëve të mara. Dhe një pyetje, Maqedonia është një nga vendet fqinje që nuk e ka njohur ende pavarësinë e Kosovës. Sa mund të bëni ju si parti për të nxitur që të arrihet njohja e pavarësisë nga Maqedonia? Tani njohja e pavarësisë së Kosovës, sa i takon Maqedonisë, është një proces i pashmangshëm, sepse parimisht Maqedonia ka bërë deklarata mjaft konstruktive, qoftë para zgjedhjeve parlamentare, qoftë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qoftë edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, që do të jetë në të njëjtën linjë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me komunitetin ndërkombëtar. Dhe tani kjo ngjarje e madhe historike ka ndodhur. Pavarësia e Kosovës është shpallë, është njohur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga shumë shtete me influencë të Bashkimit Evropian, nga shumë shtete tjera të kontinentit, dhe në këtë linjë do të jetë edhe Republika e Maqedonisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Por janë disa çështje që për mua nuk janë edhe aq të rëndësishme, siç janë disa kontekste sa u takon vijave të demarkacionit konkretisht në veri të vendit. Gjatë bisedimeve që unë kam patur me vetë autoritetet në Maqedoni, nuk kam parë ndonjë rezervë në drejtim të mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës, por janë paraqitur disa dilema rreth çështjeve teknike që unë mendoj që në të kaluarën ndoshta janë politizuar pa nevojë, sepse mund të gjendet zgjidhje shumë e shpejtë dhe pasi të mbyllen këto çështje, këto dilema të vogla, mund të ndodhë edhe akti i njohjes së pavarësisë së Kosovës. Po e them edhe një herë që gjatë këtyre kohëve që unë kam patur bisedime, nuk ka patur ndonjë rezervë drejt njohjes së pavarësisë së Kosovës dhe është çështje kohe se kur do të përgatitet një klimë më e mirë që të ndodhë ky akt. Zoti Ahmeti, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit edhe për ju.